600 gram sheqer. Për shkak se bletaria është themeli kryesor për ekzistencën e universit në përgjithësi. Përshëndetje të nderuar miq të kanalit tonë Bletaria Shqip. Ja, siç po e shihni, ne dal nga dal arritëm edhe tek fundi i projektit që ka të bëje me kalendarin e bletarit. Sot kemi arritur tek muaji dhjetor dhe shpresoj që muajt të cilët kanë kaluar në vazhdimsi të ju kemi mësuar sadopak se si duhet punohet në kopshin e bletarisë nga një bletar fillestar. Shpresojmë që këshillat tona, njohuritë tona që të kemi pas, ju kemi përcjellur dhe kanë ra në veshin e sigurt dhe keni marrë mësim sadopak se si duhet të udhëheqet një kopsht i bletarisë muaj pas muaji. Ashtu siç ju kemi potencuar edhe më herët, muajt e dimrit mund të them janë muaj paksa më të relaksuar për bletarin, për shkak se nuk kemi edhe shumë punë të bëjmë, ashtu domethënë është përsëritja e disa veprimeve në kopshin e bletarisë, siç është kontrolli nga jashtë i bletës, të sigurojmë kosherët që mos kenë lagështi. Domethënë është përsëritja e njëjtë edhe nga muajt të cilët i kemi treguar domethënë di muaj më parë. Mirë po, në muajin dhjetor është pak një veçori në krahasim me muaj tjerë. E cila është ajo veçori? Është trajtimi i fundit i cili duhet të bëhet bletëve për muajin dhjetor kundër smundjeve të parazitëve ose varroas më konkretisht. Më konkretisht varroas. Kështu që ne do të fillojmë gradualisht ua tregojmë edhe pse kemi pas epizod. E kemi epizodin special. Kemi epizod, mirë po. Me që i takon muajin dhjetor, me që jemi duhet patjetër ta përfshijmë në epizod, ndoshta dikush se ka pasur epizodin që e kemi në kanal tashmë gati 2 vite. Dhe ne dal nga dal, fazë pas faze do t'ua tregojmë se si duhet të bëhet trajtimi i fundit për varro në muajin dhjetor. Pajtim, në qoftë se ke diçka për të shtuar plus, apo po fillojmë direkt me... Patjetër, fillimisht Halil, duke ditë se ky kanal është më tepër për bletar fillestar, fillimisht ju tregojnë se në muajin dhjetor trajtimi me acid oksalik bëhet kur kolonia e ka ndalu pjelljen. Pse ndodh kjo? Tash duhet me ditë pak më detajisht. Sepse kur nuk kemi pjellje, e gjithë varroa është jashtë, është në trupin e bletës. Siç e dim se 95% e varroas është brenda qelive të mbyllura. Pjesa tjetër është jashtë. Tash mundeni me paramendu se sa varroa mund të vrasë acidi oksalik kur gjithë varroa është jashtë. Studime shkencore tregojnë se deri 98% ose 99% varroa zhduket me këtë trajtim të fundit të muajit dhjetor. Ky është një informacion për bletarët e ri. Tash si duhet ta përgatisim ilaçin. Shqip shkurt po thojmë ilaçin. Nga studimet shkencore, receptura më e saktë është 600 gram sheqer, 600 ml ujë dhe 35 gram acid oksalik. Domethënë kjo dozë duhet të jetë e saktë sepse çdo ndryshim në dozë mund të jetë ndonjë fatalitet për kosherë. Ekziston edhe një receptur, është patjetër t'ja u cekje, se disa e përdorin 1 litër ujë, 1 kg sheqer dhe 100 gram acid oksalik. Kjo është një dozë 10% acid që i bie në solucion. Kjo është një dozë shumë e fortë dhe ka shans të dëmtoj domethënë shumë koloni. Ne nuk e kemi përdor asnjëherë, por e pashtarësishme të ju them që mos ta përdorni, sepse është një solucion shumë i fuqishëm për bletët. Diçka tjetër që mund të thojmë se pse përdoret acidi oksalik. Acidi oksalik është një, domethënë acid që varroa nuk mund të krijojë imunitet ose rezistencë, po direkt e vret varroan. Mund të rështrohet pyetja, a dëmton bletët?
në bletët të cilet janë me imunitet të dobët, bletët të cilet kanë qenë të dëmtuara nga varroa, për shembull është e kafshuar një blet nga varroa dhe e ka të thithur thuajse gjithë limfën, atëherë acidi oksalik ka shans ta vrasë. Domethënë ta kemi parasysh edhe këtë. Sepse kolonitë me imunitet të dobët dhe shumë të dëmtuara nga varroa ka shans edhe të dëmtojnë edhe disa blet, pse jo edhe ndoshta gjithë koloninë. Në qoftë se është me dopt. I dopt edhe imunitetin e dopt e ka, atëherë mund ta vrasë. Edhe pse nuk na kanë ndodhur deri Jo, nuk na kanë ndodhur. Edhe pse edhe po mos ti kish me trajtuar ata që janë me imunitet të dopt, ka mundësi edhe të zhduken vetvetiu. Kështu që po sido që të jetë, neve duhet të potencojmë që duhet të kemi kujdes që bletët paraprakisht, para se të vim në fundin e kësaj, duhet të përgatiten, ashtu siç kemi thënën, me ushqim, me domethënë kushtet që ti nevojiten për bletën, domethënë të jetë bleta e fuqishme, që mos na vijë rasti që ne të kemi ndonjë fatalitet brenda kosherës në momentin e fundit kur ne i trajtojmë me acid oksalik. Kemi domethënë edhe diçka tjetër të shtojmë, atëherë sa mililitër solucion hidhet në rrugë mis. 5 ml për rrugë mis. Doza nuk duhet të teprohet. Në qoftë se hedh më pak nuk prish punë, sepse në fundit ajo avullon, por në qoftë se e tepron, atëherë është e dëmshme për bletën, sepse ti po hedh acid në trupin e bletës. Bletët nuk e konsumojnë acidin, nuk e konsumojnë këtë tretësirë, por në momentin që ne i hedhim tek bletët, rrahja e krahëve e bën që të shpërndahet ky acid dhe në kontakt me varroan e mbyt atë. Dhe bletët asesi nuk e konsumojnë. Më thonë sepse dikush mund të thojë pse nuk i hedhim në ushqimore. Jo. Më thonë kjo është forma që funksionon. Nuk konsumohet pra vetëm përmes forkimit ose avullimit e shkatron varroan. Kur duhet ta përdorim? Në çfarë temperature? Kushtet më të volitshme janë kur kemi një ditë me shi ose një ditë me vranësira dhe me mjegull. Për arsye se ndihmon në avullimin më të shpejtë të tretësirës. Sot është koha me diell, po ne jemi detyruar ta bëjmë sot, sepse nga nesër jemi në punë dhe s'kemi shans ta bëjmë nga e hëna deri të premten. Kurse vikendin tjetër nuk e dim, nuk po e presim. Në bazë të analizave që kemi bërë tek ne, domethënë tashmë mbretëresha e ka ndalë pjelljen. Në zonat më të ngrohta, siç e kemi tash në Shqipëri, ju që nuk e dini, që jeni bletar fillestar, a ka ndalu mbretëresha me pjellje, konsultohuni me një bletar zone. Ato e din më saktë nga përvoja se është më i vjetër në bletari. Kurse tek ne domethënë ka ndalu tashmë pjellshmëria. Dhe kemi fillu me trajtimin. Deri tash e kemi bën dikon rreth 50 koshere, na kanë mbetë edhe këtë të fundit, na kanë mbetë edhe kjo tretësira për ta përdor dhe për ta pa ju si bëhet praktikisht. Pa humbur kohë, nëse nuk kemi harruar diçka tjetër që të themi, mendoj që duhet të vazhdojmë. Duhet të fillojmë, domethënë me trajtimin. Është mirë që janë dy persona, për arsye se njëri hap kapakun, tjetri e bën tretësirën dhe e mbyll. Sa më pak që të jenë të shqetësuar dhe të rreje kapaku hapur. Ashtu. Fillojmë atëherë. Pasi të bëhet trajtimi, edhe diçka tjetër alin, pasi të bëhet trajtimi, pas disa ditëve mund të kontrolloni dyshemet nga jashtë me një bateri ose dritë, e lishoni. Në qoftë se shihni tufat mëdha të bletëve, dihet se është diçka jo në rregull me atë koshere, është dëmtuar ose nga acidi oksalik ose ka qenë para se të bëhet trajtimi. Po, më thon ka pas gjeni. Atëherë fillojmë pajtim, pa humbur kohë, ne dua t'rregojmë edhe praktikisht si bëhet trajtimi me acid oksalik në formë të lëngshme. E morim acidin oksalik, e kemi një enkë të çfarë të qoftë, ne kemi marrë këtë plastikën që të kemi mundësi ta mbushim sheringun. Ka edhe disa, si të them, disa vegla tash alil që ato në momentin që e shtyp hedhin nga pensë, jo më shumë. Ato mund të gjeni në përpanaire ose dyqanet bletarisë. Unë zakonisht e përdor me këtë sheringën. Atëherë pa humbur kohë, ta afrojmë kamerën edhe e shohim praktikisht. Vazhdojmë trajtimin e kolonijës me acid oksalik. Koha pak me diell, janë pak në lëvizje, po s'kemi çka bëjmë.
5 ml. Trajtimi i thjesht, por shumë efikas. Atëherë, të nderuar miq, ju e patë në mënyrë praktike se si bëhet trajtimi i fundit për këtë vit për kundër varroës. Kjo ishte edhe mënyra praktike, shkurtimisht, faza, edhe pse neve kemi edhe në epizodën special epizod të veçantë për trajtimin, mirë po ishte muaji dhjetor dhe ishim të detyruar që t'ua tregojmë edhe në mënyrë praktike se cili është veprimi i fundit, çka duhet të ketë dhe të bëhet nga Dhe puna më e madhe në dhjetor. Puna më e madhe në dhjetor. Kështu që përpos kësaj pajtim unë do të edhe një herë do t'i kisha sugjeruar dhe të ju rikujtoj veprimet që duhet të merren brenda kopshtit të bletarisë në muajit e dimrit. Ato janë, ashtu siç ju kemi thënë edhe më herët, janë izolimi mirë nga lagështia, kujdesi që mos të kape erë dhe të urxoj, të sigurojmë mirë, domethënë stabilitet të kenë kosherat nga jashtë, të kenë ushqim të mjaftueshëm. Në qoftë se e vëreni që ka problem me ushqimin, atëherë në raste urgjence mund t'i ushqeni vetëm me anë të karbohidrateve dhe mos jetë pogaça proteinore, edhe në asnjë mënyrë në ushqim i lëngshëm, për shkak se temperaturat bien dhe është problem për edhe për lagështinë brenda krijon shumë lagështi në koshera. Tash pajtim, kur e potencum neve lagështinë. Po. Besoj që shumë herë kemi pasën pyetje rreth kësaj çështje, mirë, po na thoni të kemi kujdes nga lagështia. Si bëhet veprimi? Si duhet të kemi kujdes ne kundër lagështisë? Ekziston një mënyrë. Po, ekziston një trik i vogël. Po fillimisht tregojmë se lagështia është armiku më i madh gjatë sezonit të dimrit, sepse lagështia i vret bletat. Kondenzimi i ajrit apo gazrat të cilat nuk mund të dalin nga kosherja, ato qarkullojnë brenda dhe shpeshherë dhe pikojnë mbi bleta. Kjo bën edhe te ngrirja dhe te ftofja e tufës së kolonisë. Po. Kështu që faktikisht tregoj pajtimi se çka është lagështia. Lagështia është grumbullimi i gazrave, kondenzimi i ajrit mbi, domethënë tavan, ose si i thojnë, tavan e kosherës, dhe kthirja e pikave në formë të lëngshme brenda kosherës, që mund të sjell edhe smundje të ndryshme dhe është fatale për shoqërinë brenda kosherës. Ne shkurtimisht në fund do t'ua tregojmë trikin se si duhet të veprohet. Po, nëse një koloni ka shumë lagështi dhe nuk mund ta eliminoni, përveç animit të kolonisë nga ana e përparme, domethënë që e andon, shiu ose diçka tjetër mos shkojë në fund të kosherës, por të rrjedhin nga kosherja. Atëherë domethënë mund të bëjmë edhe hapjen e tavanit diku në 1 mm, sekuenca të cilat mund t'i ndjekni. Patjetër. Mund t'i ndjekni, domethënë pas kësaj bisede si sekuencë mini insert. Cila është ajo trika? E hapim tavanin. Halila, ki mundësi me morë levën, vëlla, me çka frikën e rambos pak punë. Është problem, është problem, po nuk ju shqetëson shumë. Dhe rreth 1 mm. Aha, krijon një farë hapësire, apo? Një farë hapësire dhe ajri fillon që domethënë ku e kemi këtu në kornizat, ja ku është kolonia. Kjo ka super ventilim, po sa për demonstrim ne i hapim një hapësirë dikon rreth 1 mm. 1 mm. Jo më shumë, për shkak të mos pasjes mundësi që të futen mundet edhe nga anësh, nuk është problem. Edhe nga anësh mundet, s'është problem shumë. Ja. Domethënë thuaj se shumë pak fare, ja. Dhe e mbyllim kapakun.
ose anësh ose para, mbyllet kapaku edhe e lajmë në këtë mënyrë ventilimi që të qarkulloj ajri brenda për brenda kosherës. Të gjithë ju që na keni ndjekur, domethënë gjatë një viti, në kanalin tonë Bletëria Shqip, për këtë projekt të cilin e realizuam. Në qoftë se kemi pas ndonjë lëshim, pa marrë parasysh cili epizod është, domethënë që nga janari deri në dhjetor, ose keni ndonjë sugjerim, ose keq informim që e keni vrejt ju se është keq informim, atëherë lirisht të na këshilloni dhe të na sugjeroni dhe të na thoni se këtu e keni gabim, është një mënyrë tjetër, domethënë që duhet realizohet, ne do ta marrim parasysh atë këshillën tuaj. Edhe diçka tjetër. Projekti mbaroi, po nuk mbaroi kanali Bletëria Shqip. Asnjëherë. Ne do të vazhdojmë prapë, domethënë me epizoda të reja të radhës, me projekte shumë më madhore. Dhe do të kemi edhe shumë në momentin kur të kemi edhe 10.000 ndjekës, patjetër që do të kemi edhe disa projekte surprizuese që kanë me qenë sigurisht shumë të mirë se ardhura tek ju bletar të nderuar. Në qoftë se keni ndonjë ide për ndonjë realizim të ndonjë video që ju nuk e dini, po keni dëshirë ta realizojmë ne në kanalin tonë Bletëria Shqip, mos ngurroni të na shkruani ose privat ose në kanalin tonë Bletëria Shqip, në koment, na thoni në këtë mënyrë duhet ta shoh në mënyrë praktike se si bëhet realizimi i një metode, pa marrë parasysh se si na është ajo. Ne do të mundohemi në atë modestinë tonë që ta realizojmë dhe ta plotësojmë kërkesën tuaj. Në qoftë se ke diçka pajtim për çto, urdhëro, unë me kaq po e përfundoj. Edhe unë Alil, në fund dua t'i falenderoj gjithë shikuesit e kanalit tonë Bletëria Shqip. Projekti kalendari i bletarit është projekt i parë në mënyrë praktike se cilat janë veprimet për çdo muaj të vitit që duhet t'i bëj një bletar i ri. Dhe na vjen shumë mirë se kemi shpesh herë mesazhe që ky projekt ka nxit që dikush të filloj të merret me bletari, sepse ka pa në mënyrë praktike çdo gjë. Në qoftë se ju ka pëlqyer video, e dini në fund nuk kushton asgjë, një like për neve dhe mund ta shpërndash këtë video me një mik bletar, po ashtu dhe të bësh subscribe kanalin në qoftë se nuk e ke deri tani. Patjetër që me shpërndarjen e videove të bletarisë, lene sa na ndihmoni neve si kanal Bletëria Shqip për të realizuar projekte të tjera. Mirë po, e ngritni një vetdije tek njerëzit për kujdesin dhe zhvillimin e bletarisë në nivel botëror. Pse e them këtë? Për shkak se bletaria është themeli kryesor për ekzistencën e universit në përgjithësi. Po të mos kishin ekzistuar bletët, nuk do të kishin pas me ekzistuar as universi dhe as një çfarë lloj tjetër, qoftë bimësie ose diçka tjetër. Andaj, bletaria është shumë me rëndësi për vazhdimësinë e jetës në përgjithësi në planetin Tokë. Këtë krijesë na i ka falë krijuesi dhe ne duhet ta ruajmë me shumë kujdes dhe dashuri për te. Po të mos ekzistonte bleta, nuk do të kishim ekzistuar as ne si njerëz. Ju falemnderit dhe shihemi në epizode tjera, me projekte tjera dhe me metodologjia të ndryshme, ndoshta edhe botërore që i realizojnë. Falemnderit dhe mirëmbëjtje. Mirëmbëjtje, çdo të mirë për gjithë. Shihemi. Hajde për.